Ndryshimet në qeveri dhe reagimet që kanë pasuar, por edhe aktualitetin politik, do t'i diskutojnë një lidhje të drejt për drejt në këto momente me gazetarin dhe analistin Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Zoti Andoni, thuaj se riformatimi i kabinetit, por këtë radhë pas një shpjegim në publik nga kryeministri lidhur me nevojën e këtyre ndryshimeve. Si duhet lexuar kjo lëvizje e zotit Rama, që është shoqëruar me kritikat forta për punën e drejtësisë? Po mendoj që mungesa e transparencës është një lloj, të themi, simbolike e drejtimit të zotit Rama në dy mandatet e tij të fundit, mandatin e tretë dhe në mandatin e katërt, ku ai tashmë po plotson vitin e parë me dy qeveri. Ky është gati qeveria e dytë e tij, pa çka se nuk ishte rikonceptim i përgjithshëm. Në këtë sens po mendoj që mungesa e transparencës, që është fare zakonshme për ekzekutivin e tij, shoqëroi edhe ndryshimet që u bën, që me sa i shikoj personalisht janë thjesht ndikime të presionit shumë të madh të sistemit të drejtësisë, sidomos strukturës që merret me korrupsionin, sesa realisht ndryshime të diktuara nga realiteti. Ndryshime të tilla zakonisht ndodhin mbas një kalendari kohor ku një maxhorancë drejtuese provon, për shembull, brenda vitit të parë, arritjen e objektivave të saj që ka vendosur. Kjo qeveri, mos gaboj, është gati ke 6 mujorit, po 6 mujorët nuk janë kriter për të vlerësuar performancën e drejtuesve të dikasterëve, ndërkohë që ka drejtues prej tyre, për shembull, si Zoti Vengur që ka qenë e rimori Ministrinë e Mbrojtjes dhe të tjerë, të cilët në mendimin tim u duhet dhënë koha e mjaftuar brenda një viti kalendarik dhe pastaj të vendosen. Kuptohet, dhe kjo është fare e dukshme, që presioni shumë i madh i sistemit të drejtësisë në një farë mënyrë edhe justifikimi për atë lëvizje shumë të madhe që bëri, sepse Zoti Rama deri tani ka thënë që nuk do bënte asgjë ndaj zonjës Balluku, pa çka se ai kishte paraqitur 3 rrjesh të dorëheqja. Dhe bëri këtë veprim në fakt që më shumë tregoi paaftësinë e drejtimit dhe përballjes me situatat të ekzekutivit të ri të qeverisë Rama, sesa realisht një veprim i duhur për vendin tonë. Vendi jonë gjendet përballë sfidave të jashtëzakonshme. Në mendimin tim, përveç sfidave të dukshme, siç janë sfidat ekonomike, në mos gaboj, për këtë vit strukturat europiane, strukturat botërore, banka botërore dhe tjera kanë parashikuar një, të themi, një qëndrim gati të njëjtë me vitin paraardhës për sa i përket rritjes ekonomike. Ndërkohë që në pjesën e korrupsionit Shqipëria në relacionet e fundit ka bërë prapaktheu, tregon realisht që zoti Rama më shumë është marrë me pjesën kozmetike të partisë së tij, të ekzekutivit të tij, që më vjen keq të them tani nuk është më socialiste, po është gati teknike, sesa realisht me ato ndryshime që publiku pret prej tij. Por në momentin që ne të dy po flasim, mos harroni që ngjarjet më të mëdha të botës janë ato që po ndodhin në linjën e mesme, dhe uroj të paktën që mos ketë përshkallëzim, sepse jemi gati në prag të një lufte të madhe. Uroj të paktën që vetë Shteti i Amerikës ta zgjidhë brenda një kohe të mjaftueshme këtë përballje të jashtëzakonshme, sepse konsekwencat, sidomos për vendet vogla si ne, janë të paimagjinueshme. Megjithatë, zoti Rama tha në mbledhjen e grupit parlamentar se deputetët mazhorancës i kanë shprehur pa kënaqësi për reformën në drejtësi dhe efektet që ajo po prodhon. E shihni zotin Rama të jetë përballë një presioni në rritje brenda grupit parlamentar në lidhje me drejtësinë? Jo, unë mendoj që ka përdorur këtë. Nga ana tjetër, mendoj që artikulimi i tij për sa i përket drejtësisë përmban gjëra të vërteta, gjëra esenciale. Ajo që lidhet me stokun e dosjeve 1, me paraburgimin 2 janë shqetësime kombëtare. Sidomos ajo që lidhet me
malin e dosjeve, se ne flasim vetëm për SPAK-un dhe gjykon, ku pjesa të themi e çështjeve, sado që ata kanë çështje pafund, sepse të mjafton simbolika kur shef zyrat e SPAK-ut që janë mbushura me dosje, po gjithsesi emrat janë shumë të pakët para 200.000 dosjeve që janë stok. Dhe kuptoni 200.000 dosje stok, ku pjesa më e madhe lidhet me pronat, e ka futur vendin tonë në ngërç. Dhe për hir të kësaj unë besoj që zoti Rama ka të drejtë. Dhe nuk ka njeri në publikun shqiptar që në këtë sens nuk e mbështet. Ashtu si nga ana tjetër atë që flet që performanca e drejtësisë mbas vetimut lë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Dhe ne këtë kemi përballë. Kjo është fare vërtet. Por mos harrojmë nga ana tjetër që ekzekutivi ka një ministri drejtësie. Këto çështje duhet t'i adresonte në kohën e dur dhe të ndërmerrte veprimet e duhura. Dhe në këtë mas, kur drejtësia filloi të godasi ata, zoti Rama dhe individët e tjerë të cilët tashmë janë në presion nga faktori ndërkombëtar që mos ta prekin drejtësinë, është bërë gjithmonë më alarmant ndaj drejtësisë. Dhe mua më vjen keq sepse drejtësia tashmë ndërkohë përballet me regjistrin as pak normal të fyrjeve nga personazhet të opozitës, tashmë i shtohen dhe kritikat e vazhdueshme të majorancës. Dhe në këtë sens, përkundrejt të vërtetave që janë dhe që janë thelbësore, sepse tek e fundit ato bien mbi publikun, të paktën njerëzit e politikës, zoti Rama, po dhe opozita duhet gjenin modusin e duhur me instrumentat që kanë në dorë, sepse pushteti legjislativ është pushtet i cili është mbi pushtetin e drejtësisë, po mendoj që të gjenin mekanizmat e duhur që ta lehtësonin barrën e saj. Kjo nuk po ndodh dhe me çfarë po shikoj Shqipëria në vitet në vazhdim do gjendet në ngërçe të tjera nga një reformë e cila me çfarë po kuptohet tashmë po delet dështuar. Dhe këto përkënaqësi, zoti Andoni, që janë përcjell zotit Rama, sa mund të reflektohen edhe në qëndrimin që do të mbajë grupi parlamentar ndaj raportit të Këshillit Mandateve për imunitetin e zonjës Balluku? Personalisht besoj që reagimi tyre duhet reagim pro zonjës Balluku për mos t'ia hequr, por them drejtën me ndryshimet që ndodhin tek ne me mungesën e transparencës dyshoj. Megjithëse shikoj që të paktën zonjën Balluku Partia Socialiste nuk do ta lëshojë. Dhe mandati është gjë e vetme që ata mund ta mbrojnë, domethënë ai sa mund ta mbrojnë, sepse akuzat që janë mbi të janë tashmë jashtëzakonisht të mëdha. Besoj që tashmë ajo e ka marrë rrugën e largimit, të themi, nga politika dhe është kthyer në një barr jashtëzakonisht të rëndë për socialistët. Ashtu si në qoftë se është e vërtet që ajo ka kërcënuar, të themi, vartëset e saj, po besoj që mos u çuditni që të ketë ndikim edhe nga faktori huaj që Komisioni i Mandateve vendosi për t'ia hequr zonjës Balluku, t'ia heqë mandatin. Një nga figurat e qeverisë që u shkarkua ishte pikërisht zonja Spiropali, e cila reagoi duke folur për modele që provohen në politik, duke anashkaluar në një farë mënyre si emrin e zotit Rama, por edhe vlerësimet ndaj tij. Çfarë përfaqëson aktualisht zonja Spiropali në Partinë Socialiste në opinionin tuaj? Unë besoj që është nga pjesa e të rinjve më premtues Partisë Socialiste. Në kohën kur ka qenë në strukturat rinore të tyre, ka qenë nga personalitetet e cila kishte kurajën të kritikonte hapur. Dhe personalisht më ka pëlqyer për kurajën e saj. Por në momentin që zoti Rama e ofroi në pushtet, ne kemi parë një individ i cili është transformuar jashtëzakonisht. Dhe që nga apoteozat për zotin Rama, që janë apoteozat në mendimin tim të tepruar, se të tilla apoteoza nuk ka pasur as për Enver Hoxhën edhe për Ahmet Zogun, dhe pastaj në mbrojtjen e vazhdueshme ose në përballjet e saj, ajo tregoi që ishte të paktën një nga njerëzit
e cila i bindesh për gjithçka zotit Rama. Dhe ai kuptohet që fal kësaj lidhje e bëri kryetare kuvendi dhe i dha dhe postin pastaj ministres jashtëm, që është një post i jashtëzakonshëm. Posti i ministrit të jashtëm, i ministrit të mbrojtjes, i ministrit të brendshëm janë postet më të mëdha të dikasterit që mbajnë peshë të madhe, shtuar me atë të energjetikës, që kanë fonde shumë të mëdha, domethënë energjetika dhe mbrojtja kanë fonde të jashtëzakonshme. Përgjegjësia është shumë e madhe, por në rastin e dikasterit të jashtëm keni parasysh që është e lidhur tashmë edhe një pjesë e politikës integrimit të Shqipërisë europiane, që në mendimin tim ishte një post shumë i lartë për zonjën Spiropali. Dhe mua më vjen keq për shembull që sot nuk ka individ qoftë mund të flasim për PS-n se ata kanë 13 vite në pushtet, që kur u afrohen poste të tilla nuk kanë kurajon të thonë që jo, është tetë mundësive të mia. Sepse e vërtet e tillë është. Por zonja Zjolli ishte, në mendimin tim me i protagonizëm shumë të madh, gati më zhdukur pak e papranueshme që ti të lajmërosh edhe takime, çdo lloj takimi që bën jashtë, sepse ministri i jashtëm tek e fundit për atë punësh, për të takuar, nuk është për të orientuar politikat e Shqipërisë, ato që jepen nga drejtuesit për politikën e jashtme, por jo të flasësh për çdo panel dhe çdo individ që takon jashtë. Ato janë personale, mund të shkruash në ditar në të ardhmen, po mjafton vetëm kaq. Dhe me sa duket, për heqjen e zonjës Balluku, zoti Rama sakrifikoi dhe disa personazhe të tjerë, zonjën Spiropali, zotin Vengu, edhe të tjerë, thjesht për treguar që të paktën socialistët u duhesh një regjistër tjetër për të ardhmen. Po, me çka kuptoj personalisht është thjesht për të qetësuar atë përballjen e zonjës Balluku. Burime ka raportuar se zoti Rama e ka renditur Gjermaninë si një ndër vendet që është kundër qeverisjes së tij në këto moment. Si u duket ky raport mes Tiranës dhe Berlinit dhe çfarë mund të ketë në parapaskenë? Besoj që është e vërtet. Të paktën kam parë ftohtësinë e përfaqësuesve diplomatik që janë këtu me shtetin tonë, ankimet e tyre të vazhdueshme të dhomës së tregtisë. Këto janë prej disa vitesh ata ankohen për situatën e tyre në Shqipëri, po nga ana tjetër edhe për problemet demokratike të vendit. Dhe kjo kuptohet që zotit Rama nuk mund t'i pëlqejë, sepse zoti Rama harron diçka që Gjermania dhe Franca janë dy vendet që mbajnë peshën e Bashkimit Evropian. Dhe nuk po them në pjesën e servilizmit që ne jemi një vend që e kemi bërë shpesh dhe gjatë historisë tonë, po të paktën maturinë ndaj këtyre vendeve duhet ta kemi. Janë dy vende të cilat duam apo nuk duam ne, janë vende të cilat qartësojnë projeksionet e Bashkimit Evropian. Por Gjermania ka qenë shumë e ashpër për sa i përket politikave të ndryshme këne, politikën e drejtësisë, politikën ekonomike dhe politikën sociale, dhe ata nuk hezitojnë që t'i thonë. Dhe media e tyre ka qenë nga mediat e cila ka qenë e pa kompromis me zyrtarët shqiptarë. Për shembull, më bëri përshtypje kronika që bëtu para intervistës tonë, e cila lidhesh me një letër të përbashkët që ka bërë zoti Rama me zotin Vučić. E solla këtë si shembull, u shkëputa pak, domethënë bëra një parantezë për treguar mungesën e transparencës, po edhe mënyrën se si përball një auditori që edhe me Shqipërinë dhe Serbinë është shumë i ashpër, për sa i përket integrimeve. Shqipëria duhet të ketë parasysh që Serbisë mund ta mbështesësh në pjesën e integrimit, sepse meriton edhe populli serb të jetë pjesë e integrimit, por qeveria e tyre nuk duhet të harrojë që kapitullin 35 e kanë të lidhur me Kosovën. Dhe nëse ata vazhdojnë të thonë, dhe besoj që ata do vazhdojnë të thonë, sepse në mendimin tim nuk do e njohin asnjëherë Kosovën, atëherë nuk ke pse të bësh gjëra të tilla që ti bashkohesh një iniciative
për të treguar integrimet e Shqipërisë e të tjera. Mund ta bësh rrugën vetmitare, siç e bën Malizi, dhe ju e dini tani që Malizi ka hapur, në mos gaboj, ka mbyllur 12 kapituj, dhe besoj që në fund vitit 27 ata do jenë kandidati i ardhshëm i cili integrohet në Bashkimin Evropian. Ndërsa Serbia, ju e dini që ka hapur 22 kapituj dhe ka mbyllur vetëm 2 të tilla. Dhe 13 kapitujt e tjerë janë kapitujt ku ata përballen me probleme jashtëzakonisht mëdha. Dhe ti t'ja lehtësosh rrugën atyre për tregun evropiane të tjera, kur ata e sfidojnë Bashkimin Evropian hapur, mua më duket personalisht pak e tepruar, dhe ashtu si më duket e tepruar që lajme të tilla nuk zënë vend më shumë tek në hapësirën tonë. Mirë, sot opozita është në protestën e saj të radhës dhe në shumë media ndërkombëtare ndryshimet në qeveri janë lexuar si presioni protestave. Është ky një instrument që ka ndikuar në tensionet brenda mazhorancës? Absolutisht. Për fatin e keq, absolutisht. Asgjë nga opozita nuk ka ndikuar në pjesën përballë tyre. Opozita e vërtet e Partisë Socialiste janë akuzat e spakut dhe janë, të themi, presioni huaj, presioni faktorit huaj ndaj Shqipërisë që është marrë nëpërmjet indikacioneve të ndryshme. Ndërsa e vërteta është që protestat e opozitës pothuajse më shumë kanë pasur probleme për vetë opozitën, sepse ju e pat zot. Edhe zoti McAllister dhe tjerë kanë përshkruar që opozita duhet i largohet gjuhës së dhunës. Në këtë rast po mendoj që opozita thjesht po bën atë punën e saj, atë punë që nuk e bën dot në parlament, kjo edhe për shkak të përballjes shumë të vështirë me majorancën atje dhe pothuajse ignorimit plot që i bën zoti Rama opozitës së sotme. Protestat e Partisë Demokratike janë protesta thjesht për të mbajtur njerëzit e Partisë Demokratike në tonus dhe mbi të gjitha për të treguar që ata funksionojnë në pjesën e zotit Berisha. Dhe me çfarë po kuptoj, kjo është edhe një masë e zotit Berisha për të treguar që ka mbështetje shumë të madhe dhe për të hapur rrugën për veten e vet që në zgjedhjet e prillit, në mos gaboj, ai t'ja presi rrugën çdo lloj kundërshtari që të ketë përballë. Zoti Andoni, unë të falenderoj për bisedën dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Faleminderit shumë.